sepse sasia kryesore e kaliumit ndodhet tek frutat dhe tek perimet, tek banania, tek kungulli, tek shalqini, tek bostani, tek kumbulla, tek kajsia, tek rushi. Këto janë reduktuar kohët e sotme. Mirë po dhe fëmijët nuk marrin në mënyrë të vazhdueshme perime. Perime të freskëta, perime cilat janë të kohës ose perime të stinës. Dhe këto kanë sjell një varfërim të kaliumit, duke sjell hipotiroza, duke sjell sindroma të ndryshme, duke sjell problematika me sistemin imunitar, duke sjell lodhje të vazhdueshme, duke sjell dhe encefalomialgji kronike ose encefalomialgji kronike, që këtë do ta diskutojmë në një emision tjetër. Por të ndalemi pak tek 6 ushqimet që janë më të shëndetshme për zemrën dhe që janë të pasura me kalium. Ndalemi pak tek kumbullat e thata. Kumbullat e thata përmbajnë antocianina të rëndësishme, përmbajnë pelargonidina, peonidina, cianidina. Antocianina janë disa komponentë ose është një flavonoid, pra janë komponent anti-inflamator që bëjnë të mundur dhe pigmentimin e frutit ose të produktit ushqimor. Kumbullat e thata janë shumë pasura me kalium. Dhe kaliumi ne e tham pak më parë që është mineral kryesor që shërben për një ritëm më të balancuar të zemrës, për një presion arterial më të shëndetshëm dhe nuk lejon eksitimin her pas here të nyjeve sinusale, atrioventrikulare, pra të nyjeve elektrike në zemër, të cilat janë në pjesën atriumeve dhe të ventrikujve, pra të nyje sinusale, sinoatriale dhe atrioventrikulare. Dhe kumbullat përmbajnë antocianina, pelargonidina, metoksilluteolin, metoksilsalvigenin, izoalinat, cikloalinat, sikurse dhe pelargonidinat. Por nga gjitha këto përmbante dhe kalium, që kaliumi është i rëndësishëm jo vetëm për zemrën, por edhe për konstipacionin ose për zorën e trash. Edhe lëngu i kumbullës është i rëndësishëm. Dhe tu them edhe një sekret të vogël. Sa më të errëta të jenë kumbullat, aq më lart janë pigmentet antiinflamatore. Pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, cianidin 3-glukozid, cianidin 3-rutinozid, quercetin 3-glukozid, alfa-bisabolenët, beta-bisabolenët, izoalinat, cikloalinat, driterpenët, monoterpenët, acidet fenolike, polifenolët, iridoidët, ksantonët, poliecetilenët, pra komponentët organik antiinflamator. Dhe kumbullat për zemrën janë të shëndetshme. E dyta është panxhari dhe lëngu i panxharit. Vetë panxhari përmban një lëndë e cila quhet betulinik acid ose beta-in. Beta-ina zakonisht është lëndë shumë e rëndësishme sepse i jep elasticitet endotelit dhe lubrifikon endotelin ose enën e brendshme të gjakut. Prandaj, njerëzit që kanë një rritje të lartë ose një tension të luhatur, një rritje të tensionit arterial, patjetër që lëngun e panxharit duhet ta konsumojnë. Lëngu i panxharit përmban kalium, përmban B6, përmban B2, përmban dhe vlera të rëndësishme të tjera, të cilat quhen metoksilluteolin, salvigeninat, fisetinat, apigeninat, përmban lëndë të rëndësishme të cilat japin vlerë ose e mbajnë endotelin të shëndetshëm. Më e rëndësishme nga këto është edhe beta-ina. Beta-ina ndryshe quhet edhe trimetilglicin. Dhe beta-ina është edhe një donatore kryesore e grupit të metilit, që aktivizon ose bën të mundur rregullimin e geneve të ndryshme. Trimetilglicina është edhe rëndësishme sepse konvertohet në dimetilglicin në sarkozin, që më pas rregullon edhe acidin laktik në gjak. Pra kur ne kemi më shumë acid laktik në enët e gjakut, ndihemi më shumë lodhje dhe ky acid laktik mund të grumbullohet edhe në muskuj. Sepse acidi laktik që të konvertohet në piruvat me anë të laktato të hidrogenazës, i duhet të shkojë në mëlçi ose tek hepatocitet. Prandaj, panxhari përmban lëndë të rëndësishme, sikurse edhe grupin e vitaminave B, përmban një lëndë e cila quhet trimetilglicin, beta-in, betulinik acid, që këto japin endotelit elasticitet, e lubrifikojnë. Pra endoteli është stresa e brendshme e enës së gjakut, lubrifikojnë kapilarët dhe i bëjnë arteriet koronare të kenë një oksigjenim më të mirë. Dhe lëngu i panxharit është i shëndetshëm për zemrën. Sasia sa mund të jetë, 1 filxhan a ditë vlen, por pa sheqer dhe pa mjalt. Tjetër, janë edhe kajsit e thata. Ashtu sikur se ishin kumbullat e thata, ashtu janë dhe kajsit e thata. Unë i preferoj shumë kajsit e thata. Zakonisht në stinën e verës, lëngu i kajsive, nëse unë e bëj dhe kështu në këtë mënyrë që marr një shishe me ujë dhe brenda lë kajsit të thata, mund t'i çaj pak
ose mund të qëndrojnë aty për rreth 3-4 ditë. Brenda aty unë vendos mente, vendos borzilok ose vendos disa erëza të tjera. Pra dhe kajsit e thata përmbajnë komponent organik anti-inflamator, sikurse dhe poliacetilenët, iritoidët, ksantonët ose ligstrozidet e ndryshme, të cilat shërbejnë për vazodilatacion, shërbejnë për një zgjerim, lubrifikim, elasticitet të endëve të gjakut. Dhe kajsit e thata mund të konsumohen 5 deri në 16 ditë, ashtu sikurse dhe kumbullat e thata. Dhe kujdes, duhet që të mos të kenë sipër tyre një ngjyrues ose mos të kenë atë shtresën e ëmbëlsuar. Dhe kujdes ku i merrni, më mirë ti bëni vetë se sa ti blini nga vendet cilat janë në qese plastike, sepse kanë sheqer sipër dhe kanë atë shtresën e ëmbëlsuar që nuk i bën mirë organizmit. Por nëse i keni vetë, është shumë herë më e shëndetshme. Pra kajsit e thata, kumbullat e thata, lëngu i panxharit kanë goxha kalium. Karotat përmbajnë beta-karoten, përmbajnë lëndë të rëndësishme që quhen falkarinol, falkarinitriol, panaksiol, panaksitriol, përmbajnë salvigenina, gitaloksinat, mitoflaksonët, patuletinat, eupatorinat, peridininat, peridininolët, pra komponent përsëri me funksion anti-inflamator dhe antibakterial. Dhe karotat mund të bëhen të zjera, mund të bëhen në sallat, mund të bëhen në supë. Dhe përsëri janë një ushqim i shëndetshëm për muret e zemrës dhe e lehtësojnë funksionin e zemrës. Por mund të bëhen edhe u thash pak më parë, në sallatë zjera, por mund të bëhen edhe në produkte ndryshme. Vetëm se lëng frutash bashk, unë nuk jam dakord. Më mirë të ndara për njerëzit që kanë rritje të presionit arterial, se sa mix frutash që të bëhen në lëngje frutash. Më mirë të ndara, sikurse ishte karota, panxhari, kumbulla e thatë dhe kajsit e thata. Dhe më shumë ti karotën unë e preferoj të gatuar, ose të zier pak në sallat edhe në supë. Produkti tjetër, e keni të gjithë edhe në shtëpitë tuaja, është vaj ulliri. Por mendimin tim të gjithë njerëzit që kanë probleme me enët e gjakut, ose problematika me pjesën e kardiomiopative, ose zgjerimin ventrikular, si pasojë luhatjes së tensionit, ose zgjerim endokavitar të vërmasave ventrikulare, sklerotizim të valvulës aortës, valvulës mitrale, vaji i ullirit duhet ta konsumojnë patjetër. Vaji i ullirit nuk ka yndyrna të dëmshme. Vaji i ullirit ka yndyrna të shëndetshme, përmban ligstrozid aglikon, oleuropein, oleokantal, dekarboksil metil oleuropein aglikon 2-aldehidet. Dhe këto janë lëndë të vlefshme për elasticitetin e zemrës. Nuk lejojnë rritjen e LDL-s, nuk lejojnë rritjen e triglicerideve dhe ndihmojnë citozolin sikurse dhe ciklin citrik ose pjesën e ciklit trikarboksilik në qeliz. Prandaj vaji i ullirit dhe me pak limon në mëngjes është shumë i shëndetshëm dhe shumë i vlefshëm për qelizat dhe për një oksigjenim më të mirë të qelizave në zemër. Pra përmbante këto polifenol ose këto acide fenolike të rëndësishme, oleuropein, oleokantalët, ligstrozid aglikonet, dekarboksil metil oleuropein aglikon 2-aldehidet. Pra përmbante lëndë të rëndësishme që e bëjnë të mundur elasticitet të endotelit dhe që e shplodhin murin e zemrës. Prandaj, në sallat, të gatuar dhe vetë në mëngjes me pak limon tjetër që ka vlera dhe është një produkt ose një lëndë ushqimore që jo vetëm për zemrën, për zorën e trash, për mëlçin, madje ndihmon dhe një enzim e cila quhet aldeide hidrogenaz, që aldeide hidrogenaz zakonisht mund të mundur që pjesa etanolit ose pjesa acetaldehidit të konvertohet në acid acetik. Pra etanol, acetaldehid dhe acid acetik ndihmon alkool dehidrogenazën, aldeide hidrogenazën, mëlçin, zorën e trash kudo. Por në mëngjes nga një lugë çaj deri një lugë vaj ulliri, me pak limon është e vlefshme për punën e zemrës. Janë shumë të rëndësishme këto ushqime të cilat unë po përmend. Pastaj kemi dhe hudhrën. Hudhra zakonisht përmban alicin. Hudhra ka dhe veti antitrombotike. Çfarë do të thotë veti antitrombotike? Mund të ketë veti holluese të lehta të gjakut. Prandaj, personat të cilët kanë pësuar një tromboz ose një infarkt, konsumimin e një hudhre, të një thelpie hudhër, me pak vaj ulliri ose në sallat, patjetër që ju mund të bëni pyetje dhe të cilat kanë sensin e humorit që nëse mund të shoqërohet edhe me pak raki ose me ndonjë lëndë tjetër, jo absolutisht, edhe 1 gram alkool është toksik për pjesën e zemrës dhe të mëlçisë. Dhe duhet shoqëruar patjetër jo me atë produkt, por ose me vaj ulliri, ose me pak limon, ose në sallat. Pra dhe një thelpi hudhër për zemrën është e shëndetshme.
mëhershme. Ka veti antitrombotike, antiangiogjenike. Pra nuk lejon që pjesa e qarkullimi i gjakut ose vetë gjaku të psoj veti koagulative. Pra ka edhe veti antikoagulative ose antitrombotike. Nuk lejon piksjen e gjakut. Dhe vetë hudhra përmban alicin, aliksin, dialil disulfide, trialil disulfide, metil sulfide, metilcistein sulfokside, ndihmon disa enzima